Më datë 11 maj në njësinë bashkiake nëmër 10 në kryeqytet dhe në Vorë do të votohet elektronikisht. Prej datës 24, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur testimin e pajisjes së votimit elektronik. Ato do të qëndrojnë në rrugë për të informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët për mënyrën se si do votohet në 11 maj. Cili është hapi i parë që ne bëjmë? Hapi i parë është zgjedhja e partisë, që në këtë rast ne kemi ekipet e futbollit, për shembull. Dhe do zgjidhet një nga këto. Pra janë ekipet e futbollit në vend të partive, janë 11 ekipe në vend të 11 subjekteve politike. Për shembull, unë po zgjedh Treshin. Mbas zgjedhjes tënde ju duhet konfirmoni votën. Konfirmo. Në këtë rast tani janë në futbollistat, por në ditën e zgjedhjeve do jenë kandidatët politik të partisë që keni zgjedhur. Japim sërish opsionin printo votën. Në këtë moment bëhet konfirmimi i votës që keni zgjedhur. Ju mund ta konfirmoni këtu sepse del gjysmë e printuar. Pra emri kandidatit që unë kam zgjedhur, e konfirmoj nëse është në rregull. E konfirmoni nëse është në rregull dhe keni dy opsione. Në qoftë se është në rregull, përfundoni votimin. Në qoftë se ju doni ta ndryshoni, ke opsionin për të ndryshuar zgjedhjen nëse dëshiron. Fleta printohet, futet brenda në kuti që është e izoluar. Këtu procesi konsiderohet i përfunduar. Me dakordsi të palëve politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi që për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në territorin e Shqipërisë të votohet në mënyrë elektronike vetëm në 2 zona. Stafi i rekrutuar nga KQZ do të vijojë të informojë qytetarët e 2 zonave përkatëse për të gjithë procedurën e votimit. Në zonën e 110 do të ketë mundësinë të votojnë rreth 40.000 votues, ndërsa në Vorë janë afro 30.000 votues. Vizion Plus mëson se interesimi më i lartë nga qytetarët është nga moshat e treta, për shkak të domosdoshmërisë për të mësuar përdorimin e pajisjes elektronike. Për herë të parë, votimi dhe numërimi elektronik u provua në zgjedhjet e vitit 2021 në njësinë 10 në kryeqytet, po ashtu në vitin 2023 u zgjerua në bashkitë Elbasan, Kamës dhe Vorë. Votimi dhe numërimi elektronik mundsoi rezultate të shpejta nga mbyllja e votimit duke shmangur vonesat apo konfliktet.